Zëri që bashkon Shqipërinë me xhazin evropian, Elina Duni, u nderua në Zvicër. Elina Duni, këngëtare dhe kompozitoria zvicerano-shqiptare me një zë të rrallë dhe stil të veçantë, po nderohet këtë vit me çmimin zviceran të xhazit, një nga vlerësimet më prestigjioze për figurat kryesore të skenës së xhazit në Zvicër. Ceremonia e ndarjes së çmimit do zhvillohet me 28 qershor në kuadër të festivalit të xhazit në Ascona, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të muzikës jazz në Evropë. Duni e lindur Tiranë në vitin 1981 dhe familja artistësh filloi të performonte në moshën 5 vjeçare për radio televizorin shqiptar. Pas rënies së regjimit, ajo migroi me nënën e saj në Gjenev, ku studioi piano klasike dhe u përqendrua në jazz, duke diplomuar në Hochschule në Köln në Bern. Sot ajo është në nën kontratë me shtëpinë diskografike prestigjioze SCM Records dhe konsiderohet si një nga zërat më origjinal të skenës evropiane të jazzit. Përmes projekteve të saj muzikore si Matan Mali, Dallën Dysha apo bashkëpunimit me kitaristin Rob Luft dhe albumin Partir, Duni ka shkrirë me finesë elementet e jazzit me muzikën tradicionale shqiptare dhe ballkanike.